dhe më bëni përshtypje kur tha që shpo arrin armisht tanë me na shtin me punu kundër vetvetes këtë mënyrë. Dhe mu më ra, si me thonë, më ra në vesh këgjasi shumë, se si kryetari i qeverisë në detyrë, kryetari i vetëvendosjes, me çfarë lehtësie fliste për keq, për udhëhecit e luftës, dhe një krahasim i thjesht, Serbia ka dështu me nxit popullin kaq hapun e kaq ashpër kundër udhëhecëve të luftës, ndërkohë që Zoti Kurti këtë po e bën në mënyrë të hapun dhe me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Po më intereson me ditë që ky entuziazëm, që kjo lehtësi me me fy secilin dhe me punu kundër vetvetes. Njëherë këtu ma keni thonë në studio se janë të kuzhinume në Beograd. Për shembull ajo shprehja hajnat në burg ose që 20 vjet u shkatru Kosova. Unë jam i bindun që këto kanë qenë të kuzhinume, për shkak se janë tepër të thjeshta me u ndëgju, po nuk është thjesht memri deri te këto shprehje. Punohet intensivisht për memri, janë të lehta me u digjestu, shumë lehtë digjestohet, edhe efektet që i shkakton janë goxha serioze. Janë efekte serioze, janë të kuzhinume, unë e di. Te çështja e udhëhecëve të luftës është. Shiko, kur gjë nuk ka ndodhur në Kosovë e që nuk ka mujt mos me qenë perfekte ose me pas ndaj gabim. Nuk ndodh kur gjë në botë. Na dim që njerëz të luftës kanë qenë krejt vullnetar, ata nuk kanë qenë konskript. Jeni prej tyne. Po, kanë shku vullnetarisht. Kur kanë shku në luftë, nuk e kanë ditë që kanë mu bo ministra, kryetarët komunave, e deputet. Kush e ka ditë? Kanë shku me e marrë një rrezik. Unë e di që kërkush nuk shkon në luftë enkas për me u vra, po kur shkon në luftë e din sa rriten gjasat për mos me u kthy mo. Edhe Kosova ka pas nevojë me dhon dorën, nga njerë jo me dhon urime, amo me dhon dorën, me ju ndihmu, me thon një fjalë të mirë, e gjithë shka tjetër, për shkak se nuk e kanë bo për veti. Ata kur kanë shku në luftë, nuk kanë shku për veti. Në njëjtën kohë, mas luftës, ka pas rastet në arrogancë, ose dikur që ka qenë luftë, ka dori ka thonë dikuj kuj e konti, kur në kom luftu, njerës jo një keq. Po, çka po më pengon mu është që jemi 27 vjetë mas luftës, edhe sot e kësaj dite kemi debat kush o kon luftë, kush nuk o kon luftë. Se kemi mbyllë. Unë mendoj që ka qëndasht ma herët me mbyllë, edhe kom një farë ndjenje që diku prej vitit 2005, diku deri në vitin nështë 2014, ka qenë gati i mbyllë në i kapitull. Njerëz kanë punu bashkë. Aty është riaktualizu. Edhe ai riaktualizim i këtij antagonizmi banal që nuk duhet me ekzistu, më ka bo mu me besu që është të hudh kryp në plag edhe një herë. Në plag që s'ka qëndasht as me ekzistu fundit. Cila pastaj prodhon shumë darje. Sot jam i shokum kur i ndëgjoj njerëzit tu thonë kjo kon luftë, çka ki boti kur unë jam kon luftë. Është e pabesueshme. Është e pabesueshme. Fillimisht, kërkun në botë të njerëzit nuk shkojnë në luftë. Në çfarë do vendi botës ata që shkojnë në luftë janë pakic. Edhe në vendet që i kanë ka 2 milion ushtar, prap pakic janë. Ata që shkojnë në luftë, ushtarët janë pakic. Pse me na u kthy neve ky farë debati, kështu që është tepër përqarës. I qëllimshëm? Unë besoj që po. Unë nuk besoj që dikush veç ashtu thjesht prej qiellit nis me u marrë me një temë intensivisht, me një temë që ka përfundu. Nuk po du me hynë në konspiracione ma tepër. Po unë e thash në fillim, shoh me tepër pezm. Kur na humbim energji për debate edhe për çështjet cilat ka qëndasht me qenë të mbylluna, sot duhet me lyp zhvillim, nivel të arsimit ma të mirë, duhet me lyp nivel shëndetësisë ma të mirë, duhet me lyp me pas statusin ndërkombëtar ma të avansum, me na besu bota ma shumë, gjithë çka e bën miq ma shumë, që e bën jetën ma të mirë. Na sot hala thojmë kush e do rrugoven ma shumë, kush o kon UÇK,
ti si e kon, unë jam kon, çka ke boti kur unë jam kon luftë, pashanerë është problem, ha. Ai tjetri tash nuk din çush më u përgjigj dhe i thot e njerëzve të luftës që shku me dekë do ti je me Serbin. Ose unë nuk po muj me besu që na nuk jemi të infiltrum indirekt, nuk po them që njerëzit janë ata që thojnë janë per se të paguam për Serbisë. Po nëse i përdor çto metoda kundër vetvetes, kundër vendit yt, për ne unë nuk muj me pa tjetër sa këtu, ka herë kur më del mbledhi dhe ma jemi ve normal. Po e kemi një mal përpara që duhet me kalu, e na shkojmë jam shojmë njëri tjetrit herë majta, serdjata. Unë nuk e shoh këtë mënyrë të zhvillimit vendit, nuk e shoh mënyrë që ndërtohet shteti i fortë, nuk e shoh. Thjesht, unë mendoj që është këtë gabim.